Një incident I rënd me armë zjarri ka ndodhur mbrëm pas mesnatës në Deçan. Rreth orës 12:15, policia e Kosovës ka pranuar informacion për të shtëna me armë zjarri në një lokal. Menjëherë pas raportimit, njësitë policore janë nisur drejt vendit të ngjarjes. Në lokal, policia ka hasur në një kolek të tyre I cili ishte jashtë detyrës zyrtare, që kishte arritur të neutralizante dhe arrestante të dyshuarin duke parandaluar për shkallëzimin e situatës. Brenda kafeterisë janë gjetur të shtrirë 3 persona të plagosur nga arma e zjarrit. Viktimat raportohen të jenë Daud Cacaj, Dejan Simić dhe Radovan Milshević. Sipas konfirmimit të prokurorisë, 2 prej tyre janë të nacionalitetit serb, ndërsa tjetri është shqiptar me profesion avokat. Të plagosurit janë dërguar për trajtim mjekësor në spitalin rajonal të Pejës dhe aktualisht janë jashtë rrezikut për jetë. Policia gjatë ekzaminimit të vendit të ngjarjes ka sekuestruar armën e dyshuar si mjet I përdorur në sulm si dhe trigë zhoja. Zëdhënësi prokurorisë themelore në Pejë Shkodran Nikçi ka bërë të ditur se rasti është cilësuar si vrasje e rënd në tentativë, ndërsa motivet e incidentit mbeten ende të paqarta, pasi hetimet janë në fazën fillestare. I dyshuar Ismet Zukaj është ndaluar për 48 orë me urdhër të prokurorit të shtetit, ndërsa ndaj tij është kërkuar masa paraburgimit.